Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira, kuptohet. Vetëm ajrin kemi mund të thithim brenda dhomës 6 metra katror, asgjë tjetër. E kemi pas të ndaluara vizitat, i kemi pas të ndaluara ushqimet. Mu është një ditë e fitores sot, për faktin se ajo sot ndodhet në pozitën që kemi qenë na. Kjo ka qenë një ndër gardianët gjitha në cilë keq, njërë ma të mërshme, po kjo ka qenë ma kriminelja. Mba mendja me të, kujtohen gjithmonë veç ngjarjet e këqijat, hidhura, dhunë sistematike të vazhdueshme që nga arrestimi deri në ditën e lirimit ton. Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira, kuptohet. Ka qenë e dhunshme, shumë e dhunshme. Ka pas presion psiqik të jashtëzakonshëm në mënyrë të pandërprer me të gjitha të burgosurat. Nuk ishte e vetmja, janë disa tjera që përmendën prej gardianëve dhe në këtë akuzë. Për të vu drejtësia në vend, duhet janë gjitha, sepse kanë qenë bashkëfajtore në dhunën sistematike, presionin shumë të madh psiqik e fizik, deri në livanosje që tha dhe prokurori i rastit. Mirë po, kjo është një pikë kthese për ne, sepse pas 2 dekadash e sa, është një shenjë pozitive që drejtësia po don ta vënë në pah dhunën e dikujt që me të vërtet kanë bërë presion të jashtëzakonshëm. Ajo është quajtur burg, po mund të krahasohet lirisht me kampet e nazizmit, se çfarë kanë bërë me të burgosin shqiptar, pa dallim gjinie, si të femrat si të meshkujt, por ne po flasim sot në cilësinë e viktimave femra në burgun e Lipjanit. Dhuna ka qenë e jashtëzakonshme, madje ndoshta nuk kemi shumë prej asaj që ndjejmë brenda, ndoshta edhe me sqaru shumë detaje për shkak të rrethonave që mund të preken sërish familjet tona, mund të preken familjarët tanë, mund të preken sot fëmijët e cilët i kemi, në atë kohë kemi qenë 20 vjeçare, 21 vjeçare. Për sa kohë ka vazhdu tmerri që ka ushtruar ajo ndaj jush? Thash që nga dita e arrestimit me 23 maj 1998 deri me 13 nëntor, kur kemi dalë ne 3 shoqet e Prizrenit, Beharja dhe Leonora dhe unë, dhuna ka qenë e pandërprer. Mirë po edhe nga ato që kanë qëndruar me vlydja, Fatimia, Gjyka, që kanë qenë pas nesh, me cilat kemi kontaktuar dhe pas deri në këto momente, dhuna ka qenë e pandërprer në mënyrë sistematike, çnjerëzore. A ju kujtohet diçka që ju ka thënë ofendimet këto gjatë maltretimeve dhunës që ka përjetu, a i keni përmend? A ju ka fy qoftë me Ka fy në komsi shqiptari, ka fy në formën nga ma të ndryshmet, ka shtime bë punë që as mashkujt s'u i bojnë, duhet me i bojnë femrat. Janë mundu me të friksu në format nga më të ndryshmet. Kur një burgosër është rrahë në korridoret e burgut, vazhdimisht ato dyrët e vogla në derë të dhomës që i thonim shpiun, kanë qenë vazhdimisht hapuna për më bon kur ju zhurma dhe me dëgju britmat e atyre tjerave që rraheshin. Dëgjoni, ka pas forma ma çnjerëzore të mundshme ka shit burgosurave shqiptare në vitet e luftës sa ishim në burg. Ka qenë përgjithsa? Jo, kjo ka qenë njëra prej gardianeve, ka pas edhe të tjera, ku ma shumë e ku ma pak ma të këqija se sa kjo. Mirë po, ka pas edhe të tjera, të cilat u përmendën akt akuzë prokurorit rastit, të cilit mund t'i drejtoni ma në thellësi për akt akuzën të cilën e ka ngritur. Si për çudi, për ironi të fatit, s'kish ndryshu fare. Edhe kemi mendu edhe ne që të pas parasysh që ajo në atë kohë ka qenë moshën tonë që jemi sot, në fotografi e kemi njoft kur na e kanë tregu, mirë po në anën tjetër mendova që ka psu ndryshim, po ndryshimi i saj ishte minimal që nga ajo kohë deri më tani. A keni qenë edhe jo pjesë të burgosrave në atë kohë? Po, normal, të gjitha ato që ishim këtu, jemi viktimat asaj kohe. Unë jam burgosur më një qershor të vitit 1998 dhe pikërisht nga kjo dhe shoqet e saj jemi torturu 24 orë me 0. Torturat kanë qenë nga më të ndryshmet. Merreni me men kur me konventa ndërkombëtare të garantohet të folurit gjuhës amtare ne kemi pas të ndaluar. Vetëm ajrin kemi mund të thithim brenda dhomës 6 metra katror, asgjë tjetër. E kemi pas të ndaluara vizitat, i kemi pas të ndaluara ushqimet,
e kemi pas të ndaluar komunikimin në mënyra tjetra, e kemi pas të ndaluar daljen për nevoja fiziologjike që ka qenë e kushtuar për 16 orë në ditë. Pastaj kemi pas ato kontat e mesjetës që e them me zemër të plasur, sepse ne sikur nuk kemi jetu në Kosovë atko. Ai ka qenë vetëm burg fizik në Kosovë, sepse ka qenë burg hetus serb, burg i rënd me gjitha këto kriminele si soi i kësaj sot. Po me atë shikim që është sjell atje edhe sot ka hyrë në sallë me atë ignorancën e vet, me atë fytyrën e kriminales, me atë fytyrën e shpirtëzezës, na ka shikuar të gjithave me radhë. Dhe për mu është një ditë e fitore sot, për faktin se ajo sot ndodhet në pozitën që kemi qenë na, për më vjen keq që ne pagujmë taksa, edhe ju gazetarë dhe të gjithë qytetarët e Kosovës, që ajo të ushqehet me taksat tona. Një kriminale tillë duhet të dënohen edhe ato të tjerat munges që në mënyrë për neve, grave, vajzave, që kemi burgos në rrethana të jashtëzakonshme, që kemi punu për liri dhe pavarësitë Kosovës, që na kanë dëmtuar edhe gjymtyrët, na kanë dëmtuar psikikisht, moralisht, na kanë përull, na kanë sharë kumbin, na kanë sharë ushtrinë çlirëmtare të Kosovës, na kanë sharë nënat shqiptare, djepin e fëmijëve shqiptar dhe gjithçka tjetër. Prandaj këto meritojnë dënim maksimal, meritojnë dënim edhe prorët e tyre, edhe urdhëndhënësit. Dhe ndër të gjithë, Danica Marinković është kryekriminalja e cila pas Slobodan Miloševićit është një obligim ndaj saj të gjykohet e jo të del në për intervista. Danica Marinković ka qenë Miloševićin numër 2 në Kosovë. Natyrisht, unë së dhe pata probleme dhe me dëgju mirë në gjykatore, sepse nuk ishte teknik dhërime. Dhe më dashtë me dhe kam mundur pasojat e dhunës edhe në Gjakov në burgun e Thus, po edhe në Lipjan, ajo dhuna psiqike, kur na 24 orë kemi qenë në pritje si gjuetari që gjuan gjohun. Ne nuk e kemi ditë kur hapët dera dhe cila prej neve do të përfundan në vrasje. Ne nuk kemi pas orar të jemi të qeta të mendojnë Shqip. Na kanë detyru të mendojmë gjuhën e kriminalit. Ne kemi dhënë shëtitje të përgjuara me dur të lidhur në mrapa dhe kur imi kthy prej shëtitjes, lloj provokimes kemi pas. E mos të flasim për rrahje, që janë rrahë disa nga kolegët tona që kanë qenë burg, klizmat e tyre, të mere, dhuna që është ndëgju, neve nuk na kalon qetë. Ne kemi qenë shumë guximtare, se të gjitha ne kemi dalë me punu për çështje kombëtare. Na nuk jemi viktima që kemi qëllu rastisht, por ato na kanë përdorë si viktima. Ne jemi gra dhe vajza heroina që kemi punu për Kosovën. Jemi krenare dhe sot dhe falenderova edhe prokurorin, edhe gjyqtarin që ne sot kemi ditë feste, sepse një kriminele e pam sot me dur të lidhëre. Jam arrestuar me 8 qershor 98, jam dënuar 4 vite, kam marrë 3 vite burg. Çfarë kujtoni prej kësaj gardianës që sot vëdhjet e gjykatës? Kjo ka qenë një ndër gardianët gjithaj në sjellë keq, njërë ma të mërshme, po kjo ka qenë ma kriminalja. Çka mbani mend të këtë merë dhe mas? E mbaj mend që për çdo muaj rregullisht më ka torturu kur pa ndalë. Gjatë bombardime për çdo ditë. E lëshojke magnetofonin me zot lartë për mos muni brima, edhe ka përdorë dhunë të vazhdueshme. Ndaj meje, kam qenë prej femrave më të torturuar në burgjet serbe. Edhe fizikisht, edhe psikikisht. Sa që kjo më ka qenë podrom, ka qenë një dhomë podrom me mjete, lloj makina ndryshme, edhe më ka thënë, ky është veni, tha, ku kemi gri shqiptar, tha, edhe ti në për shto makina sot kime dhe për tu, edhe më ka gjvesh, që shumë ka bonana, e ka qitë fotografin, e ashtë në thaqit, në tokë, edhe më kanë torturu, sa kanë mund, deri sa s'ka mujt mi përbalu, është mundu me mështi me shkel fotografin e ashtë më thaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund i kom thonë, në zirë revolën në vram, se nuk e shkeli, se është zloja.
edhe ku marrë fotografinë prej toke, e kam qitë në gjyks, edhe masane ju ka kthy kolegës vetë, Slogjana Arshiqit, edhe i ka tha, kjo është kokfurt, sërbisht. Tha leje, tha, këtë budalist, tha se s'pranën, tha veç me mytë. Mos të mundojnë afro më shumë, faleminderit Kështu shumë që që pranove me për mu, sot, edhe atë ditë kur im taku me ta të prokurori drejt për drejti, që e kam dhënë intervistën, është një gëzim i madh, mi tregu që kësaj që Kosova sot është shtet, se edhe me 25 dhjetor ditën kur jam denu në gjykatën në Prishtinë, në gjykatën e qarkut në Prishtinë, ka prej burgut Lipjanit, më kanë nxjerrë me makinë, më kanë dërgu në gjyq, po ka jam këty, më kanë dërgu me autobus policisë. Edhe pse unë deklarova në gjyq, kur më pyetën se jam shtetase e Republikës Kosovës, më thanë gjyqtari aty, tha, ku e kia atë Republikë, thash me emër Zotit ka me pas edhe Republikën edhe ushtrinë. Edhe ka jam ardhë në prezencë zyrtarëve, policor, edhe në autobus më ka torturu. Kështu që kjo torturë ndaj meje nuk e ka hjek vazhdueshme, se dhunë psiqike. 3 muaj ditë më kanë shtinë vetmi, as dritare nuk ka pas.